I ke marrë të gjithë titujt. Titulli i fundit Deri Komi. Në fakt, je nga të vetmit artistë këngëtar të këngës popullore që gëzon këtë titull, më së të merituar. Çfarë ka ndryshuar tek Bujari pas marrjes së këtij titulli? Unë, të them të drejtën, kam kënaqësinë jashtëzakonisht madhe shpirtërore që mora këtë titull, që është një nga titujt më të lartë të presidencës, edhe titulli më i lartë që mund të vlerësohet një artist. Titull faktikisht që në brezin tim të këngëtarëve nuk ekziston. Prandaj jam shumë krenar për te, sepse e kam marrë në një moshë relativisht të re, edhe po e gëzoj, se shumë herë, sidomos tu në vendin tonë, titujt, sidomos ky lloj titullit, jepet gjithmonë mas vdekjes, kur nuk të duhet gjë absolutisht. Nësa tash unë kam disa vite që e kam marrë, po e gëzoj, dhe për këtë, jam shumë mirënjohës, tepër mirënjohës e Këshillit Bashkiak, Shkodër, Qarkut, Shkodër, shoqatës dashamirët e këngës shkodrane në Shkodër, dhe në fund të fundit, ish presidentit të Republikës Zotit Ilir Meta, i cili me kënaqësinë më të madhe e firmos.